mësues. Një falënderim i veçantë shkon për drejtorinë e shkollës, për ftesën që na ka bërë, për zyrën arsimore, për bashkinë Koplik, që ka qenë gjithmonë e gatshme në mirë të shkollave për dijen, kulturën, edukimin e brezave të ri. Më lejoni që të uroj gjithë nxënësit e kësaj shkolle, veçanërisht gjithë brezat që kanë marrë në këtë falënderim. Bashkinë, drejtorinë arsimore dhe drejtorinë e shkollës për ftesën që na bën sot në këtë ditë shënuar të 7 marsit. Puna e mësuesit është një kontribut i çmuar në malësi të madhe. Ky kontribut ka pas vlera gjatë gjithë historisë së marrëdhënieve që ka pas Shkodra me malësinë e madhe. Mësuesit që kanë ardhur nga Shkodra kanë shërby dhe kanë shtu më tepër kontributin e tyre, bashkëpunimin me gjithë kolektivat e mësuesve që kanë gjetur, duke krijuar një bazë të shëndosh në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri. Përshëndetje të gjithëve. Për mua sot është një ditë e veçantë 7 marsi që unë e festoj në Koplik pas shumë vitesh. Prandaj më lejoni t'ju përshëndes të gjithëve, duke filluar nga kryetari i bashkisë, drejtoresha e arsimit, drejtori i shkollës, stafi i nderuar pedagogjik, por edhe ju të dashur nxënës, sepse unë mund të jem mësuesja e gjysherëve tuaj. Qatë kujtoj më parë, duat ju them që unë jam malësore si ju, sepse në atë qoshen atje ka qenë shtëpia ku unë kam lindur, dhe këtu ka qenë shkolla që mua më bëri mësuese. Brezat që përcollan atë kohë, duke përfshirë edhe të nderuarin kryetarin e bashkisë, të cilin unë e kam pas nxënës, mua më kanë lënë mbresat të pashlyera. Dhe në fletoret e mia të kujtimeve, emrat e tyre ndodhen atje dhe unë shpesh me shumë nostalgji i kujtoj ata përmes shënimeve që kam lënë në atë kohë.